si ka mundësi që bëheni kundër fshatit me dy mashtrues ordinar. Si dilni juve kundër një fshati të tërë dhe kundër interesit publik. Si dilni. Për të kuptuar pse zoti Braçë po na hedh të tilla akuza dhe etiketon mashtruese ordinar dy persona që kanë bërë denoncim tek ne, duhet ju tregojmë hap pas hapi historinë e një konflikti pronësie që po qarkullon kudo në media prej thuajse 2 vjetësh. Gjithçka do të niste pas këtij postimi të zotit Braçë në rrjetet sociale, ku shprehi se tokës së Lumit në fshatin Nimsh të Lushnjës i kishte dalë pronari. Prej vitësh në Nimsh ikin e vijnë pronar që marrin përsipër të marrin pronën. Domethën tokën e Lumit, vinë, bëjnë si të fortë, hasin rezistencë, ikin, vinë me emra të tjerë. Bëhet fjalë për këto toka pranë Lumit Sema në fshatin Nimsh, të cilat sot janë të regjistruara me certifikat pronësie në emër të 2 zotrinjve, Anduel dhe Elton Çekrezit, të cilët kanë blerë pasuritë e paluajtshme nëpërmjet kontratave të rregullt të shitblerjes të realizuara pranë noterit në vitet 2022 dhe 2023. Në momentin e realizimit të këtyre kontratave të shitblerjes, kartela e pasurisë e këtyre pasurive ka qenë e lirë për të disponuar në qarkullimin civil. I gjithë procesi i realizimit të shitblerjes ka qenë në përputhje të plot me dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje të plot me dispozitat e ligjit për noterinë dhe ligjit për kadastrën për kalimin dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme në regjistrin elektronik të kadastrës. Mirë, po pavarësisht procedurave të kryera konform ligjit, kjo nuk do të ishte mjaftueshme për zotin Braçë dhe banorët e zonës, të cilët, me që tokat kanë qenë djerë, i kanë punuar për vite me radhë. Ndaj për këtë arsye kanë pasur gjithmonë pretendime mbi pronësinë. Për të verifikuar këto dyshime, deputeti në mbështetje të banorëve ju drejtua me një kërkesë Agjencisë së Trajtimit të Pronave për t'u njohur me dokumentat e pronësisë. Agjencia e Trajtimit të Pronave, në përgjigje të kërkesës sime për tokën e Lumit, më thotë që në agjenci nuk ka asnjë vendim për njohje, kthim, kompensim të pronës të ndodhur në fshatin Nimsh. Deri këtu gjithçka normale. Një deputet veteran që kujdeset për komunitetin, por nga ana tjetër disa detaje tepër të rëndësishme na ndihmojnë për të kuptuar se ky postim i zotit Braçë në rrjetet sociale nuk ka qenë dhe aq i saktë. Sepse nuk dim nëse përgjigjja e Agjencisë së Trajtimit të Pronave për zotin Braçë është përgatitur në nxitime sipër, apo nëse ka pasur ndonjë arsye tjetër, por informacioni në brendësi të saj është tepër i cunguar. Sipas kësaj shkrese, nënkuptohet se nuk ka asnjë vendim kthim kompensimi në ATP dhe nuk sqarohet me eksaktësi se nëse ka një dosje pranë këtij institucioni për origjinën e pronës. Përveç kësaj, agjencia referohet vetëm sistemit WebGIS për nxjerrjen e të dhënave dhe në asnjë moment arkivës së saj. Ndaj, për t'i dhënë fund kësaj ngatrese, vetë pronari u drejtua me një kërkesë për qartësim Agjencisë së Trajtimit të Pronave. Dhe në përgjigjen e kthyer zotit Anduel Çekrezi, Agjencia e Trajtimit të Pronave sqaron çdo gjë me detaje. Nga shkresa kuptohet se këtë herë verifikimet janë kryer në arkivën e institucionit dhe se ka rezultuar se për pronat në fjalë ndodhen të depozituara 2 dosje, njëra me numër 145 dhe tjetra me numër 156, të cilat ju përkasin 2 vendimeve për kthimin dhe kompensimin e pronave, ati me numër 58 dhe 49 të datës 3 nëntor 1998. Kjo pronë rrjedh nga 2 vendime të ish Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ku ish Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në atë kohë ka vlerësuar që t'i kthejë trashëgimtarëve të ish pronarëve Ahmet e Isa Xhindole dhe Mahmut Xhindoli pasuritë. Më pas ka pasur dhe një procedurë administrative i është dorëzuar nga ana e fondit pyjor dhe nga drejtoria pyjore asaj kohe këto sipërfaqe me proces verbal marrje dorëzim. Janë regjistruar nga ana e trashëgimtarëve dhe nga ana e pronarëve të pasuri në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, janë pajisur me kartelat e pasurisë dhe me harta treguese dhe me certifikat pronësie. Pra i gjithë procesi i karakterit administrativ për njohjen dhe kthimin e këtyre pasurive ka qenë në përputhje të plot me dispozitat e ligjit. Por pavarësisht këtij sqarimi, agjencia shkruan se në këtë dosje nuk ndodhen të administruara vendimet në fjalë dhe kjo kryesisht për arsye burokratike. Ka ndodhur që në shumë raste ATP-ja nuk ka dokumentacioni, kjo ka ndodhur për shumë arsye. Transferimi nga një qytet në qendër ka bërë të mundur që shumë dokumentacione nuk ndodhen në dosje, kjo nuk do të thotë që nuk ka një vendim komisioni. Ashtu siç ka ndodhur në fakt edhe me këtë rast, pasi në vitin 2003 dosjet
Pjesët e Komisionit Kthimit Kompensimit të Pronave të rrethit të Lushnjës janë dorëzuar në Arkivin Shtetëror Vendor Fier. Më vonë, në 2014, dosjet që ishin pjesë e fondeve të arkivave u transferuan pranë Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit Tiranë, sot Agjencia e Trajtimit të Pronave. Ka një procedurë për futjen e dokumentacionit në ATP, në këto raste, se nuk është i vetmi rast, merret dokumentacioni nga arkiva e institucionit ku ndodhet dhe futet përsëri pranë ATP-s. Ne vërtet nuk kemi dokumenta në dosje, po kemi dosjet dhe për sa kohë janë dosjet fizike, por mungon vendimi, kjo do të thotë që një tret për interesat veta ose e ka zhdukur ose e ka keq përdorur atë dokument. Nëse marrim skenarin se dokumentat mund të jenë zhdukur me qëllim nga dikush brenda Agjencisë së Trajtimit të Pronave, a mund të ekzistojë diku tjetër? ATP-ja është institucioni që ka prodhuar këtë titull, po ky titull ka shkuar dhe është regjistruar pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe për sa kohë ndodhet në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës është i njëjti dokument siç ndodhet në ATP. Përveç se nga kadastra, këto dy vendime administrohen edhe nga ish-ndërmarrja e pyjores, sot në varësi të Bashkisë së Lushnjës, që ne i ka vendosur edhe në dispozicion. Okej, me këto dokumenta në dorë, historia do të quajë mbyllur. Por fatkeqësisht dëmi ishte bërë, sepse shkresa e Agjencisë së Trajtimit të Pronave, e cila ju dërgua deputetit Erion Braçe, e që u publikua nga ana e tij pa kryer asnjë verifikim shtesë, do të nxiste një konflikt akoma edhe më të ashpër mes pronarëve dhe banorëve të fshatit Timsht. Por cilat janë pretendimet e komunitetit të Imshtës dhe përse mbështeten ata nga zoti Braçe? Banorët e fshatit kanë pasur përplasje të herpashershme me pronarët, me justifikimin se ato toka janë të tyre, edhe pse në realitet nuk disponojnë asnjë certifikat pronësie, por vetëm një dokument. Ka një ZGM, ka dhe një proces verbal të firmosur nga kryetari i komunës, sa asaj kohe për t'ju dhënë fshatit më tafë. Dhe këndërja këtë në lartë, komuna ka firmosur me vendim këshilli që t'ja japi fshatit më tafë, që i binte Imshtës. Po më 2 nga vlen nga këshilli komunës. Dhe atyre kemi marrë një vendim, që ato këtë kthehen komunitet. Zotrit kanë fjalën për këtë dokument të Këshillit të Komunës Bubullim, i cili më datë 8 dhjetor 2005 vendosi që sipërfaqen e tokës për 153 hektarësh brenda argjinaturës së lumit Seman t'ua jepte banorëve të fshatit Timsht, pasi punoi prej tyre që prej vitit 1992. Pra, 7 vite pasi Komisioni i Kthimit të Kompensimit të Pronave kishte vendosur që tokën t'ua jepte pronarëve trashëgimtar, Komuna e Bubullimës ua jep banorëve të tjerë të fshatit për përdorim. Një mbivendosje dokumentash që nuk është as e para dhe as e fundit në këtë vend, ku pronat prej 3 dekadash janë kthyer në burim konfliktesh. Sidoqoftë, për të kthyer tek rasti ynë, ky vendim i komunës ishte i kundraligjshëm, sepse pas një hetimi të kryer nga prokuroria dhe gjykata e Lushnjës, rezulton se nuk është marrë në përputhje me ligjin, pasi ajo sipërfaqe toke nuk ka qenë në jurisdiksionin e Këshillit të Komunës, dhe se është ndarë fshatshë ndërmjet banorëve të fshatit Timsht. Pra, e gjetëm aty dhe hajde ta marrim. Dhe jo vetëm kaq. Në tentativën për të marrë këtë pronë, banorët kanë paraqitur si prova edhe disa akte të marrjes së tokës në pronësi, të cilat kanë rezultuar të falsifikuara. Për këtë arsye, gjykata ka dënuar disa prej banorëve të fshatit me burg dhe gjob. Megjithatë, historia me proceset gjyqësore nuk mbyllet me kaq. Shkuam gjërat deri në kyç. Dhe ç'shpoj bugra? Gjyqin kush e hapi, juve? Ata, pronarët. Po pse hapi ai? Sepse ishim ne zaptuf. Talvari gjyqeve mbas 2003-2004. Kohë kur Bilbil Gjindoli, përfaqësuesi i pronarëve që kishin fituar tokën me vendim të komisionit në vitin 1998, filloi të kërkonte të drejtën e gjykatë për gëzimin e pronës, pasi banorët e fshatit kishin zaptuar tokat duke i përdorur si toka bujqësore. Pas disa përplasjeve në dyert e gjykatave, më 3 korrik 2014, gjykata e apelit Vlorë ka pranuar kërkesën e Bilbil Gjindolit për kthimin e sendit dhe duke qenë vendimi i formës së prerë, është lëshuar edhe urdhri i ekzekutimit. Kjo do të thotë se banorët që kishin zaptuar pronën që prej viteve 90 do të duhet të ndalonin çdo aktivitet bujqësor dhe ta linin të lirë për pronarin e ligjshëm. Por kjo gjë nuk ndodhi. Madje me këtë rezistencë të komunitetit do të përballeshin gjatë vitit 2024 edhe Blersi Çekrezi, që morën pronën nga Bilbil Gjindoli dhe trashëgimtarët e tjerë. Me urdhrin e ekzekutimit të dorë, shoqëruar nga përmbaruesi dhe forcat e policisë, ata kanë kërkuar të bëjë rrethimin e pronës, por do të hasnin me kokë forcinë e banorëve. Dhe sigurisht nuk do të mungonte mbështetja e deputetit Erion Braçe për ta, shoqëruar edhe me disa fjalë ironizuese për pronarin. Këta që flasin janë bujqvendas, po mbrojnë tokën e shtetit. Ai përballë tyre zëngjin i ri, po merr tokën e shtetit pa
pakthim. E me që jemi tek ironia, Zëngjin i ri ja kishte bler zëngjinve të vjetër. Pronar të ligjshëm me dokumentat e një drejtësie të votuar nga zoti Braçi në parlament. Pavarësisht kundërshtimeve, një muaj më parë, pronari do të bënte edhe një përpjekje të dytë për rrethimin e pronës, por skenari u përsërit. Përplasje me banorët dhe një postim i ri nga zoti Braçi në rrjetet sociale. Habia e madhe, bujqit po mbrojnë tokën publike. Policia vepron si përmbaruese grabitjes së tokës. Një vit e gjysmë më parë, si deputet i këtyre njerëzve, kam kallëzuar në prokurori gjithkënd. Javën që shkoi, konfirmova në prokurorinë e Fierit se çështja është nën hetim dhe janë në valën e dytë të kryerjes së veprimeve hetimore. Pyetja që kam tani është e qartë. Kur çështja është nën hetim në prokurorinë e Fierit, ç'pun ka policia e Lushnjës në krah të një personi që kërkon të përfundojë grabitjen e tokës nga një far bilbili? Është e vërtetë që në prokurinë pranë gjykatës së shkallës parë Judiksionit Përgjithshëm Fier ka një procedim penal të regjistruar, por është paqe vërtet fakti se nga ana e prokurisë deri në këto momente, pavarësisht hetimeve të zhvilluara, nuk ka absolutisht asnjë të dhënë, sado në nivelin e indicjeve, që titulli i pronësisë, kontratat e shitblerjes, më pas kontrata e ndarjes së pasurisë paluajtshme në vitin 2025 të jenë dokumente të falsifikuara. Prokuria pranë gjykatës së shkallës parë Judiksionit Përgjithshëm Fier, në momenti që do të konstatonte që ndonjë dokument, kontratë apo kontrata e ndarjes pasurisë do të përmbante element të pavërtet dhe këto kontrata do të ishin të falsifikuara, atëherë do të urdhëronte vendosjen e sekuestros dhe kufizimeve në kartelën për kacet të pasurisë. Po pavarësisht kohës së gjatë që ka kaluar nga momenti i regjistrimit të pasurive të paluajtshme, nga ana e prokurisë nuk është ndërmarrë në absolutisht një veprim i tillë. Sot statusi juridik i këtyre pasurive është i lirë, kartela e pasurisë është e lirë, zoti Anduel Çekrezi është pronar i lishëm dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj kufizimi ligjor të disponojë këto pasuri dhe pretendimi ngritur nga zoti Braçi është plotësisht i pavërtetë. Por deputeti i nderuar nuk e mendon kështu. Ai ka vazhduar të bëjë rolin e avokatëve të banorëve, të cilët sipas gjykatës së apelit e shfrytëzojnë tokën në paligjshmëri. Madje shqetësimin e tij deputeti e ngriti edhe në parlament. Ligji për menaxhimin e integruar të burimeve ujore është i vitit 2012. Pas tij ka dalë një ligj tjetër për burimet ujore, i cili është i vitit 2024. Dhe do doja të lexoja. Neni 3 për kufizime. Basen lumor është sipërfaqja e tokës prej ku përmes një sër prensh, lumensh apo edhe liqenesh, të gjitha rrjedhët sipërfaqësore derdhen në det, në një grupderdhje të vetme, estuar apo del. Brigjet janë rripa anësor të tokës përgjatë deteve, liqeneve, rezervuarve, lagunave dhe pellgjeve, si dhe përgjatë rrjedhës së lumenjve dhe përrenjve. Dhe neni, i cilit jam referuar prej 2 vitesh dhe që mua më habit gjithmonë fakti pse institucionet refuzojnë ta lexojnë këtë ligj dhe të refuzojnë të lexojnë këtë nen. Është neni 4, pronësia e burimeve ujore. Toka nga bregu i lumit deri në Argjinatur, që është një infrastrukturë mbrojtëse për tokën edhe për fshatin, është tokë publike, e patjetërsueshme dhe e paparashkrueshme. Pra, për zotin Braçi, kur tokën e merr pronari i ligjshëm, kemi të bëjmë me pronë publike të patjetërsueshme. Por kur e mbajnë të zaptuar votuesit e tij, atëherë le ta gëzojnë. Unë kam kallëzuar në prokurinë e Fierit pikërisht ato certifikata pronësie për cilat ju flis. Dhe natyrisht, ka prej një viti e kusur që prokuroria e Fierit po heton secilin prej tyre. Dhe mbi të gjitha sot më vlen të bëj një apel shumë qartë, jo vetëm për prokurorët, por për gjithë ata që e kanë vëmendje këtë çështje, që të hetojnë në thellësi çdo zyrtar të vitit 95, kur kanë origjinën ca nga këto vendimet, 96, 97, kur do çdo gjë, 98 kur ishte e djegur çdo gjë, e kur janë pronësuar njerëz me tokën që i përket lumit edhe shtetit. Ky është problem shumë i madh. Gjithmonë del një individ që merr pronësinë asaj toke dhe pastaj fillon e tregton tek të tjerët. Ku janë institucionet publike që duhet i referohen ligjit, jo thjesht një certifikatë pronësie, por ligjit për të mbrojtur tokën publike dhe tokën e lumit. Deklarata e zotit Braçi në vetvete është një deklaratë që përmban të dhëna të pavërteta. Gjykata jonë kushtetuese dhe të gjithë juristët e drejtës civile një dim shumë mirë që nuk mund të cënohet e drejta e pronësisë nëpërmjet dispozitave të një ligji të mëvonshëm kur të drejtat reale të pronësisë janë fituar në bazë të dispozitave të një ligji të mëparshëm që ka qenë ligji i kohës. Se ndryshe do të cënohej siguria juridike. Ne po flasim për një pasuri të paluajtshme të 2 qytetarëve, të cilët e kanë blerë konform dispozitave të ligjeve në Republikën e Shqipërisë, se të ishte ndryshe, për aq sa pretendon zoti Braçi, këto kontrata shitblerje në vitin 2022 dhe 2023 nuk do të realizoheni. Referuar po të njëjtave dispozita që përmendin në parlament, zoti Braçi ka bërë edhe një deklaratë tjetër gjatë një përballje virtuale me pronarin Çekrezi. Ai shprehet se ashtu siç është e shkruar në ligjin për burimet ujore, toka është e patjetërsueshme dhe paparashkrueshme, dhe kjo bën ul vendimin e vitit 1998 për kthimin e pronave. Vendimet e ish Agjencisë së Kthimit Kompensimit Pronave nuk janë në vetvete akte administrative të thjeshta, por janë vendime të një organi publik krijuar posaçërisht për atë funksion, të cilat
vendimet kanë fuqinë e vendimeve quasi gjyqësore. Kjo do të thotë që këto vendime për sa kohë nuk janë ankimuar brenda afateve të parashikuara në përmbajtje të këtyre vendimeve, sot janë të formës prerë dhe nuk mund të cënohet lishmëria e tyre nëpërmjet procese të mëvonshme. As nga banorët e zonës, të cilët në vetvete nuk janë gjë tjetër veç se zaptues të tokës private, po kështu dhe as nga zoti Braçes. Zoti Braçe, mirëmëngjesi, jeni Lorena nga Pirani. Do të bëj 2-3 pyetje në lidhje me tokën e Imsh. Ju keni thënë se vendimi i vitit 1998 është nul. Ku e bazoni për ta thënë këtë gjë duke qenë se nuk ka një vendim gjykate apo një vendim administrativ? Në ligji për burimet hyjore është shumë i qartë, shumë i thellë, shumë i pastër, thotë që toka nga vija e lumit deri ku shkon gjurma e ujit për prurje deri në 100 vjet, pra prurje që ndodhin një herë në 100 vjet deri në argjinaturë edhe më prur. Është tokë e shtetit. E patjetër sushme dhe natyrisht e pa parashkollueshme. Ju besoj se duhet ta dini më mirë se unë se është një vendim gjykate që mund ta shpallin një vendim. Po mbani anën e atij. Jo, në fakt, nëse do të mbani man, nuk do e kërkonim fare mendimin e zotit Braçe. Është ideja që duhet të flasim në bazë të ligjit, jo në mënyrë arbitrare. Mbani anën e atij. E dyta, juve keni kërkuar një vendim. Është çështja juaj edhe një herë. Mbani anën e atij, doni ta mbani. Thjesht të flasim në bazë ligjore. Tani edhe një herë, nëse zoti Bilbil është bërë i gjallë për juve, shumë mirë. Nëse ortaku i zotit Bilbil është bërë po prapë i gjallë për juve, shumë mirë. Unë shoh ligjin, sipas ligjit, po ju flasni. Sipas ligjit për burimet ujore, ajo tokë është tokë e lumit. Kaq dhe mbaron këtu. Po në vitin 98 toka ka qenë pjesë e ndërmarrjes ujore, ka qenë pyll. Tani si mund të klasifikohet sot? Edhe një herë, nëse ti gjen pyll atje, okay. Sa vjet? Po nuk ka rëndësi kjo pjesë se po flas në bazë të ligjeve dhe dokumentave. Nuk ka vlerë fare sa vjeç e vjet. Po çfarë rëndësie ka? Zonj, shko atje në fshat dhe pyet ata banorët atje. Çka ka qenë? Në fakt, banorët i kemi pyetur dhe përgjigjja e tyre tregon qartë se kush po gënjen. Majton përdorime, kemi pasur, ka qenë pyll, ka qenë ferra, ka pasur një edhe kemi majton në rujtje. Me që toka atje ishte bosh, sistemi çarpori. Po ta ruajtur nga gryret, nga erozionet, nga mjeta, mbolli shegje, mbolli dhe flep një pjesë, do të krijojë tip pylli. Kjo toka këteja ka qenë tokë bujqësore më përpara, për ata që se din. Pastaj është bërë tokë pyjore. A janë të mjaftueshme këto prova apo duhet të vazhdojmë? Pyll si titull kadastral. Pyll fizikisht shkoj gjeje. Për 30 vjet atje ishte mishmash. Gjithë fshatarët atje e shpyllëzuan. Duke u referuar ke fotografimi ajror i vitit 1994, që është 4 vjet përpara dhënies së vendimit të komisionit, i cili është dhënë në vitin 1998, konstatohet që kemi të bëjmë me një sipërfaqe tokë, nuk kemi të bëjmë as me zall, as me ishull rëre, cila është tokë e lumit, që lumi në momente caktuara gjatë fryrjeve mund ta marrë. Kemi të bëjmë me tokë dhe nga paktën nga sa shohim nga parcelizimi në këtë fotografi ajror, shikojmë një tokë pa ndarë me ligjin 721. Në rastin konkret kemi një sipërfaqe të lirë në kohën që është shprehur Agjencia e Kthimit dhe Komisionit të Pronave, sipas edhe korrespondencës ka bërë vetë agjencia, që në origjinë ka qenë tokë pyjore. Keni vajtur në Agjencinë e Trajtimit të Pronave? E keni gjetur atje si pronë të njohur, të kthyer etj. Ju e keni vajtur në bashki. Ju e keni gjetur atje në Agjencinë e Pronave. Që atë peka ka që nuk ka një vendim. Por bashkia dhe kadastra na ka thënë, kadastra dhe bashkia na ka thënë që ka vendim dhe na i kanë vendosur në dispozicion zotin Braçe. Që mund të kishit edhe ju nëse do i kishit kërkuar në këto institucione? Edhe një herë. Bilos, edhe ortaku të Bilos bëj të fala shumë nga ana ime. Dakor? Po mund t'ua tregoni vetë falat. Ju që pasni bërë, ju që pas ka ardhur ke juve ai se do të bëj park fotovoltaik në tokën e lumit. Është përmbytur 4 herë, është përmbytur 4 herë që nga nëntori e këtej. Po, ata persona që shfrytëzojnë atë kanë zaptuar atë tokë dhe që mbjellin aty, më shumë kanë dëmtime. Ne mbjellim duke rrezikuar. U bë përmbytje tëra 240 hektar që janë atje, 200. Në to 200 hektar. Dami i mshtarëve aty për ato që kanë pas mbjella është mbi 50 milion. Asnjëri nuk ka të dogojnë se jemi në mall. Ka një vendim atje për ata që është ndarë atyre. Ktu vazhdoj me dilemën. Zoti Braçe kërkon të mbrojë tokën shtet apo tokën e votuesve të tij? Nëse është e dyta, duhet sqaruar një herë mirë se bëhet fjalë për atë vendimin e paligjshëm që ju shpjegua më lart, të cilin gjykata e hodhi poshtë. Si ka mundësi që bëheni kundër fshatit me dy mashtrues ordinar? Si bëheni? Edhe një herë. Si dilni juve
kundër një fshati të tërë dhe kundër interesit publik. Si dilni kundër fshatit, kundër atyre njerëzve që ju bie bretku për të mbrojtur interesat e ca palaçove që s'di se si kanë bërë ato para. Këtu nuk po flasim më me një ligjvënës, por me një person që e kanë lëshuar nervat. Na i thoni ne këto, zoti Braça. Na vjen shumë keq, realisht. Vetëm ne nuk mund na i thoni këtë gjë. Po jo pra, nuk mund na i thoni ne këtë gjë dhe vendimin e një bashkia, e një kadastra, se nuk e ka ATP-ja, nuk është faja atyre pronarëve. Atëherë gati, po na mbushet mendja se kadastrën, drejtorët e saj, juristët e saj i kanë zgjedhur piranjat dhe ky zotri i pafajshëm po na vën në dukje fajet tona. Faj gjithë institucioneve. Janë të gjithë institucionet e korruptuara. Aty po grafisin tokën e shtetit atje dhe bjerin qafë atyre banorëve që janë aty. Jam njohur pasaj nëpër media me deputetin detyr që tenton dhe ushqen banorët duke i futur në drejt një konflikti të pa kuptim, sepse çdo deputet ka të drejtën të drejtohet institucionit avokaturës shtetit dhe të kërkojë nëse vendimi është dhënë në kundërshtim me ligjin ta prishë atë vendim. Por shikoj që asnjë mas s'është bërë, thjesht është populizëm që përdoret nga deputeti për qëllime elektorale. Ajo që më shqetëson mua si zbatues i ligjit, si avokat, është vetë fakti që legjislatori shqiptar së fundmi ka miratuar dhe nenin dhe veprën penale të re që është neni 200 dhe zoti Braçe e ka miratuar këtë ndryshim në kodin penal dhe e di shumë mirë faktin që përbën vepër penale zënia e tokës jo vetëm e tokave private por dhe e tokave shtetërore, që edhe sikur për një moment të pretendohej që ajo tokë ishte shtetërore dhe jo private, zoti Braçe nuk duhet i nxjisë ato banorë që të kryejnë veprën penale të zënies tokës qoftë edhe zënies tokës shtetërore. Ja që po i nxit dhe me sa shihet do të vazhdoj ta bëj, duke dalë kundër kartonit të tij Jeshil që ka miratuar ligjet, të cilat sot ai veti kundërshton. Narve. Atëherë A mos vallë gjithë ky agresivitet i deputetit Braçe mund të ketë të bëjë me luftën e brendshme në Partinë Socialiste dhe përplasjet e klaneve? Në një bisedë konfidenciale që ka zhvilluar një person këtu me Braçen në kohën kur na erdhën ne ata atje, ka folur në mënyrë me kohë, nëse është vejusha e zezë brenda ata keni kujdes. Për kë kishte? Penit. Nëse është vejusha brenda ata ajo gruaja, keni çik kujdes ta. Ajo shprehja është dhe një deputet i interesuar për këtë. Deputet në atë kohë ishte. Nëse është vejusha brenda ata keni kujdes se mund të ndërhyjë edhe forcërisht. Po i lëkundet pushtetja e saj që aty nuk po ndërhyet forcërisht. Se po të ishte ajo në pozita të mira,